Në mundësi e shëndetshme tani do të flasim për kolesterolin. Është i rëndësishëm balancimi i tij, është i rëndësishëm të kapim në kohë normat të cilat lëvizin. Çfarë ndodh me trupin ton? Kur këto norma le të themi gjithmonë kur dëgjojmë fjalën kolesterol trembemi edhe e paragjykojmë shumë. Në fakt është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhi organizmit. Është le të themi tullat e një organizmi të shëndetshëm. Kolesteroli është një yndyrë e cila prodhohet nga mërçia jonë, por një pjesë mund të merret edhe nga ushqimi. Është një pjesë e vogël, por te kjo pjesa e vogël ne mund të gabojmë ose mund të le të themi mund ta agravojmë këtë problematikë. Natyrisht kolesteroli ndihmon mjaft mirë në mjaft nga hormonet tona, duke filluar te progesteroni, estrogjeni, tek testosteroni, por gjithashtu tek për tiroiden është një ndihmës shumë e mirë për të gjitha funksionet e shumë e mirë. Na e prodhon mërçia, por flasim për kolesterolin e keq, atë që marrin nga ushqimet e dëmshme, LDL, low density lipoprotein, i cili shumë shpesh na del në nivele të larta, le të themi sidomos tani pas Covidit, një pjesë e madhe e pacientëve ndoshta kanë shfaqur rritje të nivelit të kolesterolit të keq. Pse quhet kolesteroli i keq? Kur ne themi që kolesteroli është i mirë dhe është i shëndetshëm, sintetizohet nga vetë trupi, e prodhon vetë mërçia, çfarë ndodh me këtë kolesterolin e keq, me LDL-n le të themi? Kur e kuptojmë ne që është një kolesterol i keq? Nga analizat, nga kontrolle, natyrisht nga pra janë vlerat shumë mbi normë? Vlerat, do të thënë për një person normal, le të themi që duhet të jenë më të vogla se 100. Për një person i cili ka sëmundje kardiake ose ka bërë një infarkt duhet të jenë 950 ose 70. Edhe ato me diabet patjetër duhet ta mbajnë në kontroll kolesterolin e keq, le të themi. Por çfarë bën ky? Ky bën transportimin nga mërçia të yndyrës nëpër inde. Por quhet kolesterol i keq sepse fillon krijon, mbështetet në enët e gjakut, duke krijuar ato le të themi pllagëzat aterosklerotike, të cilat le të themi shumë shpesh janë burim i infarkteve ose ishemisë cerebrale. Dhe pse duhet ta mbajmë në kontroll? Duhet ta mbajmë në kontroll për të vetmen arsye, për të pasur një qarkullim të mirë të gjakut, për të mbajtur larg sëmundjet kardiake dhe larg sëmundjet, le të themi diabetin ose infarktet ose ishemin cerebrale të trurit. Ne në këtë tryezë kemi disa produkte me të cilat sot do t'japim disa receta se si të mbahet në kontroll. Kështu? Po. Natyrisht, të gjitha ushqimet që duhen shmangur janë ushqimet e procesuara, ushqimet me yndyrna të ngopura, ushqimet me origjinë shtazore, le të themi, për personat të cilët vuajnë nga kolesteroli i keq, dhe natyrisht t'i jepen sa më shumë përparësi ushqimeve në ngjyrë jeshile, frutave dhe perimeve, të cilat na ndihmojnë mjaft mirë për të përmirësuar dhe rregulluar nivelet e kolesterolit. Unë këtu kam sjellë disa përbërës, të gjithë të mirë janë, natyrisht kurkuma, bëhet fjalë për mollët, të cilat janë fantastike pasi përmbajnë fibrat që ndihmojnë shumë mirë. Karota është një tjetër element shumë i mirë, përmban beta-karotenin, një antioksidant shumë i fuqishëm, vitaminën A, gingeri që nuk duhet ta ndajmë për asnjë moment për të balancuar kolesterolin tonë, po. Limoni, qof limoni i verdh, qof limoni lajm, janë të shkëlqyera për të ndihmuar për të marrë
Por, Anila, ka dhe Limoni duhet persona jetë që me vuajnë lëkurë. me lëkurë. I shoh që të gjitha me lëkurë i ke vendosur, ë? Sepse në lëkurë janë të përqendruar. Son kolesterolin. Është një sugjerim i mirë, besoj. Mund të bëhet shpejt. Do dhe i qikuj. Mbasi do dhe takuj. Po sigurisht që kërkon kohën e vet. Ta provoj një herë çajin, Anila, edhe pse duhet konsumohet në mëngjes. Të prera, po, pika lëng limoni të prera. Ky do të ishte një kombinim, a? Një kombinim fantastik. Po si Të gjithë përbërësit, hudra përmban alicinën, një antioksidant shumë të fuqishëm që ndihmon enët tona të gjakut për të pastruar nga këto pllaka
le të themi të krijuara nga kolesteroli i keq, duke vazhduar me gingerin, i cili është një element fantastik, edhe ai duke përmbajtur elemente gingerolin, i cili është shumë i mirë antioksidant, duke vazhduar me kanellën, që ndihmon mjaft mirë për të lidhur këto komponent fantastik, duke vazhduar me mjaltin e papërpunuar, do me thënë një mjalt organik dhe bio, me uthullën e mollës gjithmonë të jetë organike dhe një burim i besuar i uthullës së mollës, duke vazhduar edhe me limonin freskët ose limonin lime. Këto vinë në formën e smoothit? Po, Në këtë rast? Po, natyrisht. Po, pra një smoothie me të gjitha përbërësit që ne sapo ju thanë tani mani. Një kur tjetër është me hudhër, ginger, kanell, me limonin lime edhe pak mjalt bio. Hudhrën e shoh të pranishme, ju thatë që është një balancues shumë i mirë, por a është në shije aq e pranueshme, apo elementet e tjerë që ka dhe përbërësit e tjerë që ka zbusin në shijen e saj? Ai mjalti ndoshta që vihet në fund është një çik për t'i dhënë një shije ndryshe pak, më të butë, më të ëmbël, por gjithmonë le të kemi parasysh që personat të cilët vuajnë nga gastriti, nga refluksi, nuk duhet ta konsumojnë. Të paktën e soll jo. E qartë, mirë. Shohim edhe çaji që ne bën, një dek selinol dhe një tufë majdanos. Thash ka shumë njerëz që preferojnë, po. Ka shumë njerëz që preferojnë ndoshta me limonin për ta zbutur ndoshta, por ju e provuat, edhe shija është fantastike. Po, shija është shumë e mirë, ndaj thash që shumë e pranueshme, nuk e di si mund të jenë variantet e tjera të kurave. Selinoja për shembull në supra dhe brenda, po kjo ishte shumë e pranueshme dhe selinoja për shembull në supra dhe në elementet e tjera është pak më e vështirë ndoshta për të pranuar, ndërsa si çaj është ose edhe në smoothie është pak më e vështirë për shkak të aromës së saj, ndërsa në çaj po duket sikur zbutet shumë. Shohim një tjetër ujë ngrohtë me limon, që të gjithë e mbajnë ndoshta për të ruajtur forma trupore, për të sistemuar sistemin tretës, por le të themi edhe për renat e gjakut, uji i ngrohtë me limon është një le të themi unë shoh gjithsesi që e përdorim, po a mund të ketë një kategori që ju nuk e sugjeroni që personat me gastrit dhe refluks mund duhet jenë të kujdesshëm të ulçera, po. Pjesa tjetër pastaj mundet ta mbaj. Anila, është, po, kemi edhe një tjetër me uthull molle. Me uthull molle, bio, mirë. Kalojmë tek tjetra. Ura e gjash. Një smoothie me mollë jeshile të grirë, një karrot, një dek selino, është kjo që ne pothuajse bëm, një grusht majdanos, gjysmë limoni me likur, pak ginger dhe kanellë. A janë këto, nëse pihet si një smoothie para vakteve apo mes vakteve, a është e bollshme pra të ngopë? Absolutisht. Në fakt kjo bëhet për pastrimin e enëve të gjakut nga kolesteroli i keq, por natyrisht nëse ne... Ka shumë përbërës, Po, por për shembull në vend të ujit nëse ne do përdorim ndoshta qumësh bajame, do të ishte pak më i plot, le të themi, si vakt, për të gjithmonë kemi parasysh që vaktet duhet të jenë vakte të bazuara në proteina, në karbohidrate dhe yndyrna. Në këtë rast, ne nuk është se kemi protein, nuk është se kemi le të themi karbohidrate, por edhe yndyrnat nuk është se i kemi, kështu që nuk është se është një vakt i plot, një vakt i shëndetshëm, le të themi. Por për të bërë atë pastrim të organizmit, patjetër që na ndihmon. Është shumë e mirë. Mirë, shohim edhe kurën e fundit që do të kemi tani. Këto janë suplementet me koegzimon që 10 dhe majane orizit të kuq dhe omega 3. Dhe omega 3. Të gjitha këto ndihmojnë mjaft mirë për të përmirësuar. Shumë shpesh mendohet që nëse ti merr një suplement omega 3-shit, nuk është i shëndetshëm për kolesterolin. Ose gjithmonë për shembull mund të penalizohet veza, e verdha e vezës, sepse ka kolesterol dhe na rrit kolesterol. Në fakt, e verdha e vezës ka kolesterol të mirë, ajo çfarë është e shëndetshme për t'u marrë dhe për t'u konsumuar. Natyrisht një person i cili vuan nga problemet e kolesterolit duhet të shmangë në mënyrë të kujdesshme shumë yndyrnat e ngopura, yndyrnat me origjinë shtazore, bylmetin me origjinë shtazor, i cili përmban yndyrna të tepërta dhe të fokusohet në ushqime të cilat rrisin acidet yndyrore omega 3, flasim për avokadon, për vezën, flasim për peshqit e detit, të cilët kanë yndyrna të shëndetshme. Mirë, Anila, faleminderit shumë sot për sugjerimet, faleminderit që ndave kurat e tua me të gjitha ata që vuajnë nga kolesteroli i keq, edhe të mundohen kështu ta mbajnë në kontroll, sepse do ishte mirë që kurat e tilla edhe të mos i bëjnë për një ditë, e mira do ishte që të bëhen për aq kohë sa janë kurat, të bëhen për një periudhë kohet. Smoothie minimumi duhet të përdoret për 7 ditë, ndërsa çaji për një muaj do të ishte shumë i mirë. Mbani vesh, na dëgjoni, këshillat e Anilës
mos i harroni, por ndiqeni për të pasur një organizëm sa më të pastër nga kolesteroli. Faleminderit shumë, shumë e këndshme si gjithmonë. Ne do të shkojmë tani në edicionin informativ të orës 12, do t'i kalojmë linjën Departamentit të Informacionit dhe do të kthehemi në programin E-Atene me pjesën e dytë të tij, pas pak në orën 12:15 minuta. Mos u largoni, ne do të jemi këtu për ju.